Fati për neve ka qenë një rrugë e gjatë, për juve nuk e dim, mbase shumë e gjatë. Çka do të thotë kjo fundi i kësaj maratonit aty? Si që thava edhe për juve po ashtu dhe për neve ka qenë një rrugë e gjatë, mirë po sot kurorëzimi me fitore dhe i titulli kampion, atë na jetë që të jarrojmë të gjitha dhe të vazhdojmë tutje dhe të mbrojmë dhe të vazhdojmë shumë më mirë në grahat europiane. Besoj që do t'ja dalim. Nuk e kemi pas një herë në këto emocione të ndeshjes sot me sidomos në finish të takimit, ka fundi i takimit. Çka ndodhi? Ishte ndeshje e barabartë deri në fund. Kartoni kush na ndihmoi shumë me një pas atij rasti shënuam gol dhe arritëm ta mbajmë deri në fund që arritëm të shpallemi kampion pas më shumë se 4 viteve. Intelektual po presin më i treguar, do ta festojmë sot, do ta festojmë, fani për emrin vetë. A do ta festoni? Do ta festojmë në mënyra të ndryshme, mirë po organizimi kryesor do të jetë kur të pranojmë edhe kupën nga Federata e Futbollit të Kosovës. Urime! Faleminderit shumë.